Pas një mori shtyrje, shanullimesh të koncesionit dhe kaosi që shkakton veçanërisht gjatë muajve të verës, segmenti rrugor Milot Balltre ka një tjetër afat të ri për nisjen e punimeve. Ai është mesi vitit 2026 sipas parashikimeve që ka Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë. Gara koncesionare për ndërtimin e aksit rrugor Milot Balltre u mbyll në muajin tetor, duke hapur rrugë shërtimit të ofertave të dorëzuara nga kompanitë. Në total janë 3 kompani që kanë shfaqur interes, ndërkohë që nëse edhe kjo fazë do të përmbyllet me sukses, atëherë do të vijot me nënshkrimin e kontratës me kompaninë fituese dhe nisjen e punës për këtë segment të rëndësishëm që i përket korridorit Adriatiko-Jonian. Për sa i përket fibrës shumë të rëndësishme të lidhjes ndërmjet Shkodrës dhe Tiranës në mënyrë të posaçme, çështjen e lidhjes ndërmjet Shkodrës dhe Urës së Milotit. Të nderuar, ne kemi patur raste në kohë të vazhdueshme të deklarojmë që në fakt të gjithë segmentet e kësaj rruge janë segmente të cilat për shkak të ekonomisë, të themi dhe vlerës së lartë të investimit, po flasim vetëm për territorin e Shqipërisë, këto segmente rrugore shkojnë në 1 miliard euro investime. Dhe në këtë kuptim Shteti Shqiptar ka vendosur që t'i japi, pra t'i mundësoj ngritjen e këtij sistemi rrugor dhe këtyre segmenteve që u përmendët nëpërmjet partneritetit publik-privat. Dhe në këtë kuptim në fakt për Milot Balltrenin ne ndodhemi në fazën e vlerësimit të ofertave. U përmend fakti i dështimit sepse ndodh që procedurat edhe mund të ndështojnë. E rëndësishme është që praktikisht procesi po ecën përpara dhe ne shpresojmë që në mes të këtij vitit të vitit që vjen të kemi fillimin e punimeve në këto segmente kaq të rëndësishme. Pra në kuptimin e financës dhe përdorimit dhe investimit do jenë kontrata me financim publik-privat, të cilat kanë funksionuar në gjithë botën dhe heqin koston paraprake që shteti do duhet paguajë në lidhje me investime kaq të rëndësishme nga pikpamja financiare dhe sigurisht në lidhje me kohën ne ndaj me ju të njëjtin shqetësim sepse do të kishim patur patjetër të gjithë dhe kemi në gjithë interesin që praktikisht kjo zonë kaq, pra kjo arterie kaq e rëndësishme e zhvillimit kulturor, historik, ekonomik, social të vendit, pra bëhet fjalë për normalisht të shërbehet në momentin më të parë në mënyrë që të ketë dhe është e domosdoshme. Gara koncesionare synon pikërisht gjetjen e një kompanie private që do ta ndërtojë aksin, një proces që sipas dokumenteve të tenderit parashikohet të zgjas 30 muaj nga nënshkrimi i kontratës. Vlera totale është rreth 365 milion euro pa TVSH, ndërsa kozgjatja e kontratës do të jetë 35 vjet. Aksi Milot Balltre është i gjatë rreth 17 km dhe do të jetë sërish pjesë e segmentit të autostradave me pagesë në Shqipëri, e cilësuar e kategorisë A.